Unë jam profesoresh në universitet, jam edhe fizioterapeute. Dy profesione të ndryshme. A më tregoni se mundesh mja dalë? Tha përpara ki nanën, gjyshën, dikush që ki pa që gjithmonë ka punu, edhe mësohësh me ja dalë. Dy puna e ki pa çdo herë? Ka ndodhur edhe 4. Edhe katër. Po. Më qenë edhe udhëheqëse në odën e fizioterapeutëve, do më thonë kryetare e odës fizioterapeutëve. Faleminderit. Si po kalon? Mirë? Apo lodhesh? Jo. A më tregoni çka merresh? Unë jam profesoresh në universitet, jam edhe fizioterapeute. Dy profesione të ndryshme. A më tregoni se mundesh mja dalë? Ndoshta mësohemi gjatë jetës, kemi njerëzit për rreth që i kemi shembull ndoshta përpara, ki nanën, gjyshën, dikush që ki pa që gjithmonë ka punu, edhe mësohësh me ja dalë. Normal kuptohet që edhe rrethin gjinin tjetër i kemi përkrahje dhe për atë arsye mundemi me ja dalë. Gjinin tjetër tha që e kem na përkrah. Sa po përkrahet sot një femër në ndihmarrje, në punë, në gjitha ato? Ma mirë është, nuk muj me thonë tash, nuk muj me folë përgjithësi se nuk bëj analiza në pjesën e përgjithshme, po si individ po, përkrahna, normal që kemi pak ma shumë barjera se sa gjinia mashkullore, po nëse ki familjen, mbështetjen, prindrit, bashkëshortin, fëmijët, vllaun, motrën, gjithë zbashku normal që ja del. Po nuk është e lehtë si një mashkull si një femën nëse është në vendimarrje, në menaxhim, po nuk është e pamundur. A mund një grua tjetë barabartë me një burr? Unë mendoj që drejtësia nuk e dalloj barazin mashkull dhe femën. Unë kam konceptin e drejtave të njerëzit. Do të thonë individi është i barabartë secili në këtë botë. Nuk mundesh me thonë drejtat e fëmijëve, femrave, të mashkujve, jemi drejtat e individit, secili ka drejtën e vet. Nuk mundesh me ndallu tash se shpesh unë po shoh që tu provu mi përkrah femrat, mandej po fillon kjo pjesa tjetër, mashkujt po ankohen, nuk duhet me pas dallime gjinore të drejtave, duhet me pas të drejtën e individit për jetën edhe për dirinë të shprehurit, të jetuarit e kështu me radhë. Andërgon, i përmendet dy profesionet ndryshme që i punon, tham ka mësu jeta. Ti dhe më thënë këto e praktikon qysh herët, dy puna e ki pa çdo herë? Ka ndodhur edhe 4. Edhe 4? Po. Interesant, na tregoj pak. Është një eksperiencë që interesante po t'i gjoj për një gruaje. Po, kam punu si fizioterapeute, në njëjtën kohë kam qenë mësimdhënëse në universitet. Kam pas një punë shtesë jashtë orarit, edhe në njëjtën kohë kam qenë edhe udhëheqëse në odën e fizioterapeutëve, do të thonë kryetare e odës fizioterapeutëve. Do thonë 4 detyra. Po. Si ke mundur me ja dalë me fëmijë, pjesën tjetër familjes? Me 2 fëmijë, prindrit, shtëpinë, përfshi edhe doktoratën, gjitha këto ja dal, po them gjithmonë duhesh me pas përkrahjen e njerëzve për rreth. Nuk mundesh vetë. Ti përmendi që dimën e bashkëshortit s'ka mungu asnjëherë. Normal, pa te unë s'kisha mujt, ndoshta deri në një pjesë më kam përkrah prindrit, vëllezërit, motrat, po mandej momentin që jam martu, shumicën e pjesës tash veç e kam të karrierës me bashkëshortin, jo që më ndihmon, po e kam edhe këshilltar temin, shpesh unë e qoj edhe punën në shpe, unë këshillohna, punoj prej shtëpisë, punoj, të më thonë, e gjej momenti. Sa më një grua kur shpalos gjithë ato momente të mira që i tregon, mirë po edhe për bashkëshortin, si ka shumica ndoshta e grave që pak i humbin ato çka ka bënë një burr për ta. S'mundemi, ai s'kish mujt me mri ku është, as unë pa e përkrah njëri tjetrin. Na kishim mujt me pas familjen, po jo edhe karrierën. Nëse s'kishim mujt se kishim përkrah njëri tjetrin. A do të sa përkrahen sot një çift, një grua, një burr, sa ka përkrahje mes vetë? Përgjithësi kam probleme ja analizu pa pas bazë kështu, po ka njerë për shof një farë dallimi për fillim e thash, pjesa e urrejtjes, pjesa e drejtave të grave, drejtave të burrit, nuk duhet me qenë individi, me u përkrah dhe me pas dashnin mes. Nëse nuk e kanë dashnin edhe nuk e kanë respektin ndaj njëri tjetrit, është e kotë. Gjitha këto pjesë tjera janë ato zerot mas njëshit që thuhen.
duhet me pas respektin, duhet me pas dashnin, motivi, kuptohet, mandej se cili ku e ka motivin mundet me u zhvillu në pjesët profesionit, zhvillimet karriera, profesioni, akademia, ku do që dojnë, por duhet respekt. Një anë tjetër, paragjykimet janë shumë, një mas të madhe e kohëve të fundit. Çdo mos gjinja femërore paragjykohet shumë, si nga veshja, nga dukja, gjithçka që ka bërë. Pse ka shumë shoqëri një vajzë, një grua paragjykohet? Tash halos kemi mri me kalu barierën e paragjykimeve, unë menoj që pjesa e qëndrimit kohë gjatë në rrjetet sociale na ka ushqyer edhe më shumë këtë pjesën e dukjes, pamjes, se si tjertë mendojnë, çka mendojnë tjertë për mua. Unë kam një shprehi shumë të neherave, as lokacioni është hera parë që punojna me dhoni intervistë, për ndryshe as lokacioni nuk e tregoj kur, as nuk postoj asgjë, sepse gjithmonë merret me paragjykime, me gjykime të pabaza, shumë gjyq publik të bëhet nëse vetëm publikon një intervistë të thjeshtë e lemon diçka më shumë. Unë këtë pjesë kam që e mbroj, domethënë kam si mbrojtje ko gjatë mirë pjesën që duhet me pas kujdes shumë të madh si femër, po dhe si mashkull. Domethënë nuk është prap po kthena në atë pjesën individet, po gjykohemi shumë. A mendoj që disa femra, pra ashtu disa, që domethënë kanë dëshirë të kenë vëmendje në rrjetet sociale, pra ato ndoshta edhe marrin ato paragjykime që nuk janë të duhura ti sjellin. Tash secili e zgjedh mënyrën çysh don me ushqy për vete dhe me çka don me ushqy. E drejta e secilit është me publiku çka do, me postu çka do, me dhënë informata deri ku e ka limitin. Unë kam problem mandej këtë pjesën e gjykimeve, paragjykimeve. Kam pas shumë raste që jam paragjyku, vazhdoj të paragjyku, edhe në pozicione që jam, edhe në punët që bëj, mirë po secili zgjedh refleksin mbrojtës për vete. Çka e paragjykuar më fal? Po për gjithçka, derisa që pjesa më së pari është ajo u bo te, u bo në kjo, u bo kjo me na mësu, me na udhëheq, prej elementareve, gjithçka. Kjo nëse ti punon, je pushitmen që po punon. Nëse ti s'punon, ti je pushitmen që s'punon. Gjithmonë je i paragjykuar, për që ato alo këtë hap alo se kemi kry. Na si shoqëni komplet nuk e kemi kry këtë hap, edhe menoj që na duhet me bo ma shumë, të gjithë. A mendoj që përgjithësi një grua, domethënë që dëshiron të sjell shumë çka ose një grua me karrierë, gratë përgjithësi karrieriste, domethënë paragjykohen më shumë? Po tash çfarë më thonë, ato që janë karrieriste paragjykohen që flijojnë familjen, flijojnë rrethin për karrierë, po ato që s'kan karrierë paragjykohen për ato që nuk kontribojnë familje, nuk kontribojnë shoqëni, nuk kontribojnë në edukim të fëmijëve në formën se si duhet, se normal që edhe nëse nuk janë karrieriste, ka shumë gratë të cilat janë shumë profesioniste të zoja, po vendosin me fliju vetën karrierën e vetë për familjen. Zgjidhja është e secilit, nuk mundesh me thonë që këta e kanë mirë, këta e kanë keq. Secili ka drejtën e vetë me vendosë dhe ka njerë edhe jeta çush i sjell. Në fund, një mesazh, një grua e zonja shumë, me shumë profesione, një zë i fuqishëm, një mesazh për gjithë ato gratë që po na ndjekin shumë ta që i kemi. Vesh le të bojnë ato çka e dojnë, le të bojnë vetja dhe le ta dojnë vetën e mandej kuptohet edhe rretin që e kanë. Le të gëzohen me atë punë që e kanë. Ishte shumë kënaqësi që bisedojmë. Faleminderit shumë për këshillat. Faleminderit.